MDO-ja e shefit stafit të kryeministrit që sot drejton Dalipi, e me gjasë është vllau i shefit stafit kryeministrit, ka aplikuar për licencë për furnizim me energji elektrike në vendin tonë. Në njërë anë, kryeministri e dërgon vllaun në departamentin për shitblerjet e energjisë elektrike në Kek, dhe në anën tjetër shefi stafit kryeministrit kërkon licencë pra këtyre kompanive që i kanë qitë në treg lirë me u shit energji elektrike. Përbes kjo është e tmerrshme dhe këtë nuk dija mund ta quajmë me korrupsion, sepse edhe niveli i këtij krimi ka shkuar aq lart dhe po e rrezikon aq shumë mirëqenien e qytetarëve tonë, saqë është bërë e frekshme me mendu ndoshta edhe me jetu në këtë vend. Këtyre kriminalëve ju ka humbë dhe marrja, kjo është zyra rregullatorit për energji, pra në listën ku unë e morra dhe ku kompania e vllaut të shefit stafit kryeministrit thotë që është në proces të licencimit për të shitë energji. Pra një kompani që s'ka lidhje me energji, që s'është marrë kur me energji, sot don me shitë energjinë elektrike këtyre bizneseve.